Inva Mula pyti një natë e Moskovite. Kishin kaluar 36 vite kur në këtë sallë kishte kënduar shqiptari i fundit. Një emër i ri që ka pushtuar botën, njësoj që ka tundur skenat e Parisit, New Yorkut, Romës, Londrës, Madridit, Tokios e Moskës. Ishte viti 1996, salla e madhe e koncerteve në konservatorin Tchaikovsky të Moskës është plot e përplot. Inva Mula, vajza e Avnjenina Mulës, është ftuar të jap koncert. Kanë kaluar 36 vite që shkur në këtë sallë ka kënduar shqiptari i fundit. Ky fakt i shton emocionet artistës sonë. Po hap një epokë të re, një praktikë të re në marrëdhëniet me këtë vend, ku kanë studiuar me mira nga njerëzit tanë të artit, kulturës, shkencës e ekonomisë. Kjo gjë i shton së tepërmi përgjegjësinë për koncertin. Edhe diçka tjetër e bën të jetë më emocionuar se asnjëherë. Kjo pritje përpara interpretimit ishte ndryshe nga herët e tjera. E ku si shkonte mendja? Nuk ishte menduar ndonjëherë më përpara se të këndonte po në atë konservator, ku kishin studiuar prindrit e saj, ku ishin njohur e ku ishin dashuruar. Nuk i besohej më përpara se të këndonte në atë skenë, ku kishin kënduar edhe ata që e kishin nxjerrë në jetë. Kur kishte dhënë koncert në Paris së bashku me Placido Domingon, nuk kishte patur këto emocione kaq të fuqishme, kaq të forta e tronditse. I kujtohet ky koncert dhe mbushet me krenari dhe guxim. Sa po kishte mbaruar koncerti, Inva shkon në dhomën e saj për të ndërruar veshjen e shfaqjes, e gëzuar pa mas prej suksesit madh. Troket dera dhe hyn një moshuar mbi 80 vjeçare. E përqafon me mall sikur ta kishte njeriun më të afërt. Kam punuar në këtë teatr, i thot me përmallim. Kam qenë garderobiere. Në vitin 1934 këtu në këtë dhomë, kam veshur një artiste shqiptare kur po mbronte diplomën e kantës. E quanin Tefta Tashko në Moskavohem. Inve si shpëtojnë lot. I kujtohet sopranoja jonë e shuar dhe ndjen krenari për të. E emocionon shumë këtë takim me gruan e moshuar parisiane dhe nuk di si ta falenderoj për këtë surprizë të këndshme. Sa thellë ka hyrë Tefta në zemrat e atyre që e kanë njohur e që e kanë dëgjuar zërin e ëmbël të saj. Megjithse, kanë kaluar mbi 60 vite nga ajo ditë, mendon Inva. Dhe ja, tani vjen çasti vendimtar. Orkestra virtuoze e Moskës drejtohet nga violinisti dhe dirigjenti i mirënjohur Spirakov. Hapin drejt skenës e hell me një farë ndrojtje. A do të ketë vallë sukses? A do të ketë suksesin e prindërve të saj? A do të mbetej në kujtesën e artashëve si ata? Si shokët e shoqet e tyre shqiptare dhe së fundi si Tefta e paharruar. Të gjitha këto mendime i ndiznin më shumë dëshirën që të bëhej ydhi i kësaj nate të bukur moskovite. Duar trokitje të ngrohta e të fuqishme. Pastaj qetësi. Nga ana e saj kjo heshtje është e mbushur me kujtime të magjishme, sa herë kishte dëgjuar nga prindrit për këtë konservator, për këtë sallë, për këtë spektator. Por ky çast kaloi fluturimsi. Ku mbuan notat e para, sikur u shkond prej tyre, duke u krejdur në atë ujvar tinguish, ju dukse po zhytej në uje të kulluar të një proj. Trupi ja përshkoi një flet i freskët. Në fytyrën driti i buzëqeshje e hirshme dhe ëmbël e frazës parë muzikore. Syt i drejtoi andaj nga ishin prindrit e saj. Kaq duhej. Me forca të përtyrira si asnjëherë tjetër, bëri të këmboj fuqishëm zëri i saj, i ëmbël e melodioz. Suksesi i jashtëzakonshëm, takime, përqafime, urime. Zëri i ëmbël i Inva Mulës kishte dëpërtuar thellë në zemrat e të pranishmeve. Prandaj, ajo ishte e lumturuar. Nuk kanë thënë kot se arti është prodhimi më fisnik i shpirtit të njeriut. I afrohet një grua e moshuar, pasi e përgëzon për suksesin, i thot: "Kam patur shok klase një shqiptar me mbiemrin Mula, Avni e quanin, a e njihni?" Inva bën buzën gaz. Në këtë buzëqeshje kishte diçka fisnike. Sytë i ndriçojnë me një rrezetim të ngrohtë dhe i shpërndajnë dritë nga kënaqësia e saj shpirtërore. Nuk i përgjigjet menjëherë. E vështron ëmbël, butë e ngrohtë. Jo vetëm që e njoh, por ai është babai im, i thot plot nga zëdhim. Gruaja e moshuar shtanget, diçka i ndriçon në sy. Si nuk e kishte parashikuar, si nuk i kishte dëdhuar sytë e saj, fytyrën e saj, zërin e saj, si nuk kishte parë në to Avniun e ninën kur kishin qenë të ri. Ja thot këtë Inves pas përshafimit të ngrohtë. Babai me nënën janë këtu,
po takohen me njerëzit e njohur. Ja tek janë edhe një përqafim tjetër i për zemër të ngrohtë nga Avniu e Nina me shoqën e tyre të vjetër. Të nesërmen, të gjitha gazetat e Moskës shkruanin për suksesin e madh të Invamulës. Arti i përngjan kupës shqedore që nuk njeh kufi. Një artist i ri shkëlqen në këtë kupë si një ydh i ri që rrezaton fuqishëm. Invamula, ydhi i një nate e moskovite. Nga libri Mirënjohje, Isa Alibali, botimi i vitit 2002. Invamula